Zoti Mitro, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Si parashikohen kushtet meteorologjike gjatë kësaj fundjave? Gjatë kësaj fundjave, kryesisht ditës së shtunë dhe ditës së diel, kushtet meteorologjike nuk do të kenë ndonjë ndryshim të theksuar. Elementi kryesor dominant që do të jetë në fundjavë do të jetë era. Është një herë nga era do të ketë regjimin e veri perëndimit, një herë në veci fizike freskëta, ku edhe në vlera termike, pra në vlerat e temperaturave, do të pësoj rreth 2 apo 3 gradë në zbritje. Kjo herë është një herë veci fizike të freskëta, si thash më lart, dhe karakteristika e kësaj here është që lështia relative e ajrit është ajo, është ky element meteorologjik që e rëndon njeriu që me zhvie suporton ditën, tjetë e ulët. Specia e saj në qytet parashikohet 6-8 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në afërsitë të bregut të Derkit ajo do të bëjë 10 deri në 14 metër për sekond. Sigurisht që edhe valvini do të pësoj një rritje, por jo në një rritje shqetësuese. Duke folur konkretisht, Zoti Mitro, për vlerat e temperaturave, si do të jenë ato? Vlerat e temperaturave gjatë 2 ditëve të fundjavës do të variojnë nga 30 deri në 32 gradë Celsius. Po ndoshta do të thonë mund të kapim nesër, mund të kapim vetë vlerën 29. Pasi si thash më lart, era do të jetë me veti fizike të freskëta nga veri perëndimi. Në gjuhën e peshkatarëve kjo lloj here quhet maestrale dhe është era më e mirë në trëndafilin e erave. Zoti Mitro, çfarë presim me fillimin e javës së re? Fillimi i javës së re, rrugën e martë mërkur nuk do të ketë akoma ndonjë ndryshime të ndjeshme. Vlerat e temperaturave pak a shumë do të jenë këto që do të shoqërojnë fundjavën, ndërsa ditën e mërkur nga pjesa veriore e Afrikës parashikohet në sinoptik në mënyrë simbolike ardhjes së anticiklonit të Afrikës i thonë tollëmbasja afrikane. Pra, kjo tollëmbasja afrikane do të ndëzotrojë dhe do të kapi një territor akoma më të gjerë, si në gabisurin e Ballkanit, ashtu dhe në gabisurin e Apeninë. Dhe kryesisht në pjesën jugore të detit jon, temperaturat do të variojnë 37-38 gradë. Kjo është parashikimi i vlerave termike pas ditës së mërkurë. Pra, ju po thoni që pas ditës së mërkurë vlora do të ketë temperatura të larta që do të mbrin deri në 38 gradë Celsius? Unë jam i bindur në këtë, pasi në hartën e prerjes në lartësi, hartën e prerjes termike në lartësi, varet se ku është kuota zero. Mbi kuotën zero jemi në vlera minus dhe nën kuotën zero jemi në kuota plus. Pra në çdo 100 metra që zbresim për në sipërfaqen e tokës, rritemi gati 1 gradë. Pra e rëndësishme është që kuota zero të jetë sa më afër tokës dhe duke qenë sa më afër tokës, vlera termike në sipërfaqen e tokës do të thonë një rritje të ndjeshme. Gjithsesi, tash po flasim një javë para, por harta e sotme e prerjes në lartësi e jep të këtë indikacion. Zoti Mitro, ju falenderoj për parashikimin e motit. Gjithë të mira, faleminderit dhe juve.